Ilir Shaqiri pensionohet. Këto janë 5 këngët e Ilir Shaqirit që më pëlqejnë mas shumti. Nuk besoj që ka nevojë me fol për artin e Ilir Shaqirit. Të tani mi rrit me këngët e tij është ikonë e padiskutueshme e muzikës shqip. Fatkeqësisht e kam takuar Ilir Shaqirin vetëm një herë në jetë afër zyrës ku unë punoj. Edhe kam bë këtë foto. Ilir është këngëtar i patejkalueshëm posaçërisht në kohë të festave kombëtare. Këto janë 5 këngët që i dëgjoj mas shpeshti. Kënga e parë është Sërish vjen Marsi, këngë për legjendarin Adem Jasharin. Sërish vjen Marsi është këngë emblematike që përshkruan figurën legjendare të Adem Jasharit. Vetëm ai nuk plakët kurrë, është fjalia që na kujton për hershmërinë e legjendarit Adem. Kënga e dytë lidhet me betejën e Kosharës, një prej betejave më të lavdishme të UÇK-s. Lulja e Kosharës i kushtohet Muhidin Aliut nga Tetova që dha jetën për Kosovën. Është këngë emocionale që tregon fatin e përbashkët shqiptarëve, që e thekson njëjtësinë tonë kombëtare, pra jemi një. Mbi të gjitha është nderim për shqiptarët në Maqedoni. Jam djalë nga Tetova, me kathirat dheu, vet Adem Jashari, gjaku i Skënderbejut, është vargu që dëgjohet në secilën ndeshje të Kosovës e Shqipërisë në futboll. Kënga e tretë titullohet Udhët e mia, që e përshkruan eksodin e madh shqiptarëve nga trojtë e tyre. E pasqyron një plagë që ende gjakon në trojët tona. Si një njeri që e kam gati krejt familjen jashtë, kjo këngë ka tjetër emocion. Pyesin ata sikur nuk e din, ku shkojnë kosovarët, pse në Kosovë nuk rrinë, është vargu që të prek shpirtin për emigrimin e madh të shqiptarëve. Kënga e katërt është një poezi e Drito Agollit, e kthyer në art nga ana e Ilir Shaqirit. Poçari është kënga që tregon një tjetër plagë tonë si shqiptar, shpërnguljen në Turqi në kohën e Jugosllavisë. Ishte një tendencë me deshqiptarizu Kosovën, me ndryshu demografinë tonë. Shqip vëlla shoh edhe një herë, është pëshërëtima e një mërgjimtari që s'dëshiron të asimilohet. Kënga e pestë titullohet Pavarësia, që i kushtohet ditës më të rëndësishme të Kosovës, ditës së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Erdhi dita e pavarësisë në trojet lashta të Dardanisë, është fjali e thjeshtë, por që tregon shpirtin e kohës, e gëzimin e madh për këtë ditë nga të gjithë ne shqiptarët e Kosovës dhe jo vetëm shqiptarët e Kosovës. Më tregoni në komente se cila këngë e Ilir Shaqirit ju pëlqen juve më shumti. Kaq për meje.